Rreth 1 milion euro të padeklaruara janë zbuluar më 24 shkurt 2026 në pikalimin kufitar në Mërdar, gjatë kontrollit të një furgoni të tipit Sprinter me targa shqiptare që po hynte nga Serbia në Kosovë. Sipas autoriteteve, 18 paku me para të gatshme ishin të fshehura në një hapësirë të modifikuar brenda automjetit. 3 persona që ndodheshin në furgon kishin deklaruar se nuk ishin asgjë për të raportuar. Paratë u zbuluan nga zyrtarët e doganës së Kosovës dhe policia kufitare, pas kontrollit me pajisje digjitale me rreze X, të cilat evidentuan dyshime për mjete monetare të fshehura. Skanerët janë donacion i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe përdoren në kuadër të menaxhimit të integruar të kufirit. Por kush janë të dyshuarit? Të dyshuarit janë Aurel Kazio, pjesëtari policisë së Shqipërisë, si dhe Ardit Laska dhe Edmir Amagjokaj. Të tre janë shtetas të Shqipërisë. Kazio, punonjës i komisariatit nr. 5 në Tiranë, është pezulluar nga detyra nga drejtoria e standardeve profesionale në Policinë e Shtetit të Shqipërisë. Sipas raportimeve, ai ishte nisur drejt Kosovës, pasi kishte përfunduar shërbimin e natës dhe kishte në vijim 2 ditë pushime. Po ashtu, ai nuk kishte njoftuar e prorët për daljen jashtë territorit të Shqipërisë. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 3 të dyshuarve, në ndyshimin për përfshirje në veprën penale të shpërlarjes së parave. Megjithatë, gjykata themelore në Prishtinë ka refuzuar kërkesën, duke vlerësuar se prokuroria nuk ka arritur të dëshmojë ekzistimin e dyshimit të bazuar. Në arsyetim, thuhet se kërkesa nuk është mbështetur me prova konkrete që do të vërtetonin elementet objektive dhe subjektive të veprës penale. Gjykata thekson se nuk janë dorëzuar prova minimale për këtë fazë procedurale, si proces verbal i kontrollit të automjetit apo dokumentacioni plot i konfiskimit. Në bazë të kodit të procedurës penale, në mungesë të dyshimit të bazuar, gjykata ka qenë e detyruar të urdhërojë lirimin e tyre për të mbrojtur në liri. Prokuroria Speciale ka konfirmuar se do të paraqesë ankesë në gjykatën e apelit kundër vendimit të shkallës së parë. Se ku ka qenë destinacioni i kësaj shume të parave mbetet ende e paqartë. Rasti mbetet në hetim, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë detaje shtesë lidhur me rrjetin e mundshëm apo me ndonjë lidhje të organizuar kriminale përtej 3 personave të ndaluar.